Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu an, do të dali prej zjarrit ai i cili thot la ilaha illa Allah, edhe në qoftë se ka në zemrën e tij besim sa një kokër elbi, pra ka pak besim. Gjithsesi ka qenë musliman, ka qenë besimtar, por ka bërë shumë gjuna dhe ka fituar në dëshkimin e Allahut, më pas Allahu e nxjerr prej zjarrit. Dhe po kështu do të dalë prej zjarrit ai besimtari i cili ka në zemrën e tij besim sa grimca, sa fara e grurit. Po kështu do dalë prej zjarrit ai i cili ka besim në zemrën e tij sa një grimcë e vogël. Pra ka një grimcë shumë të vogël të besimit. E pra, përfundimi i muslimanit, përfundimi i besimtarit është xhenneti. Ai i cili ka vepruar punë të mira, ka qenë besimtar i devotshëm, Allahu Azza wa Jall e fut direkt në xhennet. Ndërsa ai muslimani i cili ka patur taksirate, ka patur neglizhencë, ka qenë besimtar, i cili ndoshta dhe ka bërë punë të fesë, punë të mira, po ka patur shumë gjunahe të mëdha, është në mëshirën e Allahut të lartësuar. Nëse Allahu Azza wa Jall do e fut direkt në xhennet me mëshirën dhe mirësinë e tij. E nëse Allahu do, atëherë ai do të futet në zjarr duke merituar ndëshkimin.